Pornografi me të mitur, një 29 vjeçar nga Tirana bie në rjetën e Europol. Një operacion ndërkombëtar nën koordinimin e Europol për goditjen e rrjetave të pornografisë me të mitur në internet ka hapur sape me drejtësinë edhe për një 29 vjeçar nga Tirana. Policia bën me dije se në kuadër të operacionit të koduar Stream kundër shfrytëzimit seksual të miturve në internet, që ushtri në 35 shtete u bë kontrolli banesës personit në fjalë, ku sekuestruan disa pajisje elektronike. Drejtoria për hetimin e krimeve kibernetike në Policinë e Shtetit, pas informacioneve të ardhura nga autoritetet policore të Gjermanisë dhe Europol se edhe një shtetas shqiptar ishte implikuar në këtë veprimtari kriminale, i ka referuar materialet proceduriale Prokurorisë së Tiranës, e cila ka regjistruar procedimin për veprën penale pornografia me të mitur si rezultat i veprimeve timore dhe proceduriale të kryera nga Drejtoria për hetimin e krimeve kibernetike dhe Drejtoria e Forcës së Posaçme Operacionale u mundësua identifikimi të dyshuarit shtetasit MZ, 29 vjeç, banues në Tiranë. Gjithashtu u ekzekutua vendimi i gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë për kryerjen e kontrolleve në banesën e 29 vjeçarit, ku sekuestruan në funksion të hetimit 3 celular dhe një laptop, njofton policia. Më tutje bëhet me dije se pajisjet e sekuestruara janë dërguar për ekzaminime kompjuterike të mëtejshme, ndërsa në vendin ton vijojnë hetimet për dokumentimin e plotë të kësaj veprimtarie kriminale. Sa kaq, operacioni ndërkombëtar Stream u drejtua nga Policia Kriminale Shtetërore e Bavarisë dhe nga Zyra Qendrore Bavareze për ndjekjen e krimit kibernetik ZCB dhe u mbështet nga Europol.